Do me thonë jam këtu të ekipi i Shkupit, ekipi cili me tradit me një tradit shumë të madhe, vi për ekipit të Renovës, këtu ku kam luajtur atje me Muharrem Bajramin dhe Suad Zemdelin, ku më kam prit shumë mirë, do me thonë, përshtypjet janë shumë të mira, gati 2 ditë stërvitemi, do me thonë, tash ka fillu faza pregaditore, ku pas disa ditëve do të ftojmë për në Ohër. Mendoj se do ja kalojmë shumë mirë për në ligën e parë dhe shpresojmë se do jena në nivel ku ka qenë deri tani Shkupi në vendin e parë. Unë vi prej klubit Dritës, këtu erdha në KP Shkupin dhe jam shumë i lumtur që arrita marrëveshje me kryesin e klubit, gjithashtu edhe jam i lumtur prej trenerit. E dim që Shkupi është në vendin e parë dhe kjo do të jetë edhe sezonin e ditë. Të vazhdojnë këtë ritëm, të mbetën në pozitën e parë dhe shpresojmë suksese tjera në ligën e parë. Jemi të kënaqur nga angazhimi i futbollistëve. Kemi 2 përforcimet e para, Miran Maksuti dhe Ersen Hasani. I njohim të 2 futbollistët, shpresojmë që do të adaptohen shumë shpejt në ekipin tonë. Janë të mirë pritur nga shokët e tyre, nga futbollistët tjerë të klubit futbollistik Shkupi dhe në fazën e parë po punojmë maksimalisht, do me thonë faza e parë deri në fund të janarit, pastaj na pret një besoj që do angazhojnë kryesia që të ikim në Ohër, që vazhdojmë fazën e dytë. Atje do mundohemi të bëjmë disa ndeshje kontrolluese, ku dhe do të avash do të marrim formën të gjithë futbollistë.